gjatë, derisa arriti në një shtëpi të vogël shumë të çuditshme, ku ishte të pushuar. Në shtëpi, të gjitha objektet ishin aq të vogla dhe delikate, sa që ishte krajësi të shikoje. Në një tavolinë të mbuluar me një mbulesë të bardhë, ishte 7 pjata të vogla dhe pranë çdo pjate ishte një lugë të vogël. Baba pyeti Benin, o babi, a e di pse kemi flamurin dy ngjyrë shkuqezi? Flamurin e dy ngjyrë, na të parë në tambet, ku t'i gjatë syre shkonja në tambet, me këtë flamurin kuan, tujke prate, vite shqyve dhe fikuanë të malë të këndërve. Burë shteti, që po vinja deti, Ismail emri një thot që drejt vlorë shkon me flamurin e rilis parasisht e Shqipëris. Tër botën e çuditi, qëllimin e tij arriti 28 nëntor, ngriti flamurin në dorë. Bravo!